is us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have you. Mirëmbrëma. Erdhëm prapë ne. Po prapë se këtë punë kemi ne. Këtë punë kemi. Çdo të diel neve këtë punë. Në fakt sot kemi një temë shumë të bukur dhe unë mezi po pres. Ta shtjellojmë një çik. Po ta fillojmë njëherë nga vetja se edhe bashkë kemi ca vite që jemi një orë. Po prandaj kështu nisi kjo temë. Nisi nga ne të dyja dhe pastaj nga dy të ftuarit që do jenë. Ndryshe nga çdo punta tjetër. Ke qenë me Gypsy Lover. Ha. Dhe Sa mirë mbama se ç'ke një memorie. Po aty të njoha për atë kënga magjike. Edhe ai momenti i kontratave. Ti një gocë e qetë e urt. Ja me qetë kështu. Po, e firmosa unë? E firmosa kontratën? Më thënë, pyesje për koreksi, e firmosa? E firmose. Edhe ja kështu filloi biseda me ne të dyja. Po, është e vështirë ta ruash misin, si mendon? Ndër vite. Unë personalisht nuk mendoj që është e vështirë. Nëse nga të dyja palët ka dëshirë, ka besim, ka respekt, ka mirëkuptim, ka mbështetje, patjetër ka parime, kështu që nëse të dyja palët duan që kjo misi të zgjasë, zgjat. Pastaj nëse njëra palë apo tjetra çedon në rrugës, natyrisht që nuk zgjat, kështu që kjo është edhe çështje moshe, mendoj unë. Po ka dhe ftofje ndonjëherë. Do të thënë për shembull në 20 vjet mund të qelloj jo ftofje duke u zënë, po ndryshon prioritetet. Lëvizin rrugët, ikin secili në punë të vet, njëri në Greqi, tjetri në Shqipëri. Unë nuk mendoj që distanca ka lidhje shumë me ftohjen e shoqërisë, sa me dëshirën. Po ka momente që nuk komunikojmë, edhe pse i kemi ata. Po ne nuk komunikojmë edhe këtu në Tiranë nganjëherë nëse se nuk dëshirojmë. Prapë, do të thënë mendoj që çdo marrëdhënie njerëzore zgjat aq sa kohë të dy palët duan. Pastaj të gjithë çdo gjë tjetër mendoj që është thjesht justifikim. Dy personazhet në fakt, përveç se janë shumë miq bashkë me njëri tjetrin, do t'i testojmë, e di gjithë bota që janë dhe miqtë tu. E di. Po pse ma the këtë tash ti? Po e di gjithë bota. Se doja ta thoshte ai. Kush ai? Apo ajo? I presim në studio. Say goodbye to all your wars. Close your eyes, I'll be your gravity. Time to lose sight. Mirëmbrëma, mirë keni ardhur. Të ftuarit për sot janë dhe Aureli. Është kënaqësi që kemi ftuar dhe këto dy gazetare. Edhe ne prandaj ndetëm se Nëse na keni ardhur më shpejt. Jo, jeni zhurmaxhi. Ne po prisnim që të fillonit në një kështu, në një pak më me entuziazëm, tha Aureli, tha çfarë bëni kështu kur erdhëm. Kur fillua. Po ç'bëhet? Mirë, jemi në punë, me koncerte. Shoqëria? Siç e ditë gjithë, shoqëria vazhdon e fortë. Po ja këtë periudhën e fundit heram ke munguar shumë. Po çfarë bëja ja marr me këto punë të vjetra. Po nuk duhet tash. Ka qenë zën me emisione. Ja, unë mendoj që I ka ngel hapri Aurelit me mua. E duket. Fare që ja, ne jemi mësuar, ne jemi edhe shoqëri, sepse në këndvështrimin tim termi miqësi, shoqëri është ashtu siç e përjetoj unë ose ashtu siç e kuptoj unë. As e shkruar as e lexuar. Si e kupton ti? Unë e kuptoj që të brendshmën time e lexoj vetëm unë. Dhe mendoj që ajo ndjesia e bukur që ndjej unë, ose jetoj unë, ose ajo koha e bukur që jetoj unë në marrëdhënie me vete, do të thotë që brenda vetes time janë disa njerëz të caktuar që më kanë mësuar, më kanë bërë të domosdoshëm me telefonatat e tyre, të pas në marr malli për Elarusin. Do të kaq shumë e ka marr malli për mua, kupton ti? Për një javë që është marrë me regjistrimet. Nga 3 herë në ditë që më merrte në telefon, nga 3 herë në ditë që më merrte në telefon, më merr 1 në 2 ditë, dhe i tash mojera, i tash do ta korrigjoj. Tani që je shkëputur nga unë, tash, do fillosh të bësh dhe ekonomi, tash. Dhe që ta mbaj më të mirë këtë që do bëj dhe ekonomi, kam si dhe një surprizë. Ua. Që sot fute rogën këtu. Ua! Që sot e në vazhdim do ta futesh rogën këtu. Po këtë do ta mbajmë. Prit. Unë kam një dërkues në shtëpi. Prit tani. Dhe kur ta mbushësh plot,
Nga që s'po del më me ne, kur ta mbushësh plot këtë qypit... Ta harxoj me juve. Na e si ne, bravo. Do është pik me dy presa kjo. Sa vite u bë që një fene? Që në vitin 2014, në 11 vite. Po, Që 11 vite. bëjmë shoqëri në fakt, se për të njohur Jemi njohur shumë vite para, unë në vitet 90, po në... Para 2 javësh më morin telefon dhe më tha, unë të kuptoj akoma, më tha, si më gjeti mua shoqëria? Po pse çka ka Angela që ja thotë këtë? Si të gjeti Aureli shoqërinë me Angela? Unë kam patur një parim që sa më larg njerëzve të qytetit tim. Sepse Korçarët janë shumë sqimatarë. Do të vjen Korçarë nga mbrapa. Dhe kur bashkëpunon me kanë të njëjtën ndërtesë, strukture, karakteri, personaliteti. Dhe kam menduar që dy Korçarë në një vend pune bëjnë mas. Po e them në gjuhë popullore. Bëjnë mas, sepse kanë të njëjtin temperament, të njëjtin perceptim. Me Angelën për herë të parë kemi rastisur në zi, po jemi njohur, unë kam përgëzuar në festivalet e mëdha, kur ka marrë pjesë në festivalin e madh për herë të parë Angela në 98-ën. Jo, po në 97-ën, në 2001-shin. Me ato duhet në 2001-shin. Në 2001, në 2001 duket si larg, por ne kemi qenë fëmijë atëherë, se ne këndon shkatën me vjet. Jo, bëri shumë. Kjo ka për shoqërinë tonë që ti jemi më shokë se ç'duhet. Dhe e kam përgëzuar në atë periudhë, e kam të urime ke një zë shumë të bukur, po kaq. Kemi rastisur, kemi kënduar në të njëjtin lokal në 2007 dhe duke ikur në Korçë, e morëm vesh që ishim të dy në të njëjtin fugon, se diti që ishim të dy. Ishim me fugon atëherë, kishte fugonat e linjës. E linjës, ishim të dy në fugon, Angela ikte për Greqi, u vija për në Korçë. Pastaj, në 2014... Në 2014 punuam bashkë për një kohë shumë gjatë. Keni dy duete bashkë. Urdhro? Keni dy këngë Kemi dy bashkë. duete, s'ka si ne që është kuartet në fakt dhe qesh që kemi bashkë. Por përveç kësaj kemi shumë vite që punojmë bashkë. Në pothuajse treqëreku në eventeve i kemi bashkë dhe festave private. Kështu që kjo do të thotë që përveç shoqërisë tonë na ecën mirë dhe biznesi. E mirë. Tani më mirë në shoqëri apo në biznes? Unë mendoj që në shoqëri jemi shumë më mirë, sepse do midis shokësh, ne jemi ata tipa që nuk është se bëjmë shumë biznes me njëri tjetrin. Domethënë bëjmë edhe tolerime, bëjmë edhe rregullime. Nuk është se keni ndonjëherë keq kuptime për punë parash. Unë mendoj që edhe kur ka keq kuptime ka diskutim, sepse gjithmonë ton debat dhe kjo fjala debat duket sikur dy njerëz zihen. Kemi dhe debate, kemi dhe diskutime. Sigurisht që kemi pasur përplasje të vogla me njëri tjetrin, sepse me çdo njeri që do punosh do rishin 24 orë, do keshin përplasje. Megjithatë, rëndësika që nuk kanë qenë të mëdha dhe kanë qenë të zgjedhshme. Gjëja që në shoqërinë tonë të pa bërë me plan ose të pa mbështetur në baza interesi, duhet thënë kjo, sepse ka shoqëri të ndërtuar mbi baza interesi, ka shoqëri emocionale. Ne jemi artist. Unë mendoj që artisti duke qenë emocional, disa personazhe që të rrethojnë jetën tënde kthehen në domosdoshmëri. Dhe ne jemi kthyer në pavetdijen tonë në domosdoshmëri për njëri tjetrin, sepse ne nuk jetojmë vetëm si artist gjatë ditës. Ne kemi ato syt me lot, kemi ato buzëqeshjet tona, kemi ato dëshirat tona. Dhe është shumë prioritet që ty të zgjedhin të besojnë disa sekrete të jetës. Kemi edhe gjë shumë të bukur që bëjmë një analizë në vetën njëjës, jo në vetë të tretë. Domethënë pa debatuar me njëri tjetrin. Prandaj po them kemi debate, janë konstruktive, është ajo e brendshme në këndvështrimin tim që ka gjëra më të rëndësishme se një qembeti. Që është ajo që kemi njëri tjetër. Angela, po kush është një gjë që ta caron shumë te Aureli? Aureli është një tip hiperaktiv. Dhe ka raste, si për shembull dita e sotme, ose një rast tjetër, që unë jam komplet në të botën time, dhe ke një njeri që të thotë, ha, boll, ha, zgjo. Dhe që po dhe këtë fjali, ne po të mështaj që bukur shoqëria, sa dhe kur to në një fjali që ka shumë në kuptime, se çmendja hormonet, ka njerëz që mërziten. Të morën vesh gjithë që është shaka. Jo, në qoftë se nuk e thua në kontekstin shoqëror. Ne jemi aq të mirë sa ne na pyet për çfarë do lloj gjë jemi vetvetja. Kjo është gjëja kryesore. Unë jam vetvetja. Po ti Aurel ka një gjë që të gëzis për shumë ke Angela? Ose që ta caron? Dëgjoj, Angela Tash na thoni të vërtetë, mos na thuaj se e dim tash që është shumë e mirë, është e mrekullueshme, shoh që të gjitha këto na thuaj në një gjë që se dim. Je hiperaktiv, e lodh ndonjëherë. Nuk e njoh aq shumë Angela dhe ja kam thënë jo më lart se para 2 ditëve.
Angela, pavarësisht se nxehet në momente të caktuara, ka një shpirt shumë të madh. Domethënë asnjëherë nuk respekton atë që thotë. Do të thotë që nëse e merr personazhin i natë. Jo, po kjo është një vlerë shumë e madhe, se kjo e ndan njeriu nga qeniet e tjera, sepse vërtet Që tani po e lavdroni, tham çka ka të keqe. Po ka në gjë, edhe me e pas. Kjo është gjë e keqe, sepse ti e dëgjon me aq shumë vëmendje dhe mendon që ka dalë një ide të caktuar dhe shikon që nga shpirtmirësia e saj bën të kundërtën, jep, Byrdes ka falur dhe kënd te veta. Dhe i kam thënë që Angela mos u shpreh më keq për asnjë sepse ti i do me shpirtmirësi. Kështu e shikoj unë. Ashtu, ha? Po ka një defekt shumë të madh që mua me lot në punë. Çdo ditë thotë bo nuk do dalim sot, se jam me taka, dhe unë që sot e në vazhdim do dalë pa taka. Na i nxori gjithsesi. Po ti paska të flaku viti Ti solli blaj që të vish pa taka. Me këtë ja ke fut vete, se to janë shumë. Janë ato që kanë pas mama ato. Ja bleva sot kastile. Shpejtësi Wi-Fi. Që mos të thotë nuk do dalim pas emisionit se jam me taka. Mirë, vaj këto se me këto do dalim sot. Ja mbaruan sendet e Aurelit. Nxori. Ja filem këtu në shafe. Gjë, shumë e bukur se këto i përkasin të kaluarës kur na godisnin prindrit kështu në distancë. Edhe nuk prisheshin ato shapka kollaj. Nuk do Ku i gjete një? Ku i gjetë? Ai që kërkon gjen, kërkon. Me që se sot që ka kombinuar me ty këto. Po me thënë drejtër, po unë po të vesh dhe ato ynuj. Angela, po e merr ndonjëherë në 3 të natës Aurelin për të fol realisht për te shakave, ke nevojë të flasësh me dikë. Është Aureli ai person që të dëgjon? Patjetër, Aureli që dëgjohet shumë i mirë. Kohët e fundit nuk është se kam pas një hall të madh që ta marr dhe t'i qaj në një hall shumë të madh. Por dikur e merrja shumë shpesh, madje e merrja 10 vite të më merrte aty ku isha në 2 natë. Po. Që ka ndodhur. Dhe kjo është një gjë që vlerësoj jashtëmasë në karakterin e Aurelit, që të gjendet në momentet më të vështira të gjendet shumë pranë. Minimumi. Të gjendet një Të moment. që unë me ziko pres t'ju bëja të pyetësorin. A ti e ke mendje ti ngacmosh? E shikoj duke qenë sy ajo në gjithë intervistën është kështu. Ne kemi bërë një pyetësor, është i lezetshëm. Dhe të kuptojmë një çik sa e njihni njëri tjetrin. Okej. Angela, kush e merr më shpesh njëri tjetrin? Unë. Ti e merr më shpesh. Aurel, cili është ushqimi që uren më shumë Angela? Mendoj që tani karbohidratet në periudhën e caktuar. Angela duhet në top form. Të gjithë karbohidratet i urren në këtë moment. Angela, ka ndodhur ndonjëherë që ka harruar ditëlindjen tënde? Ja. Asnjëherë, të uron gjithmonë. Aurel, kush vonohet më shumë? Në këtë pikë besoj asnjëri, jemi shumë korrekt të dy era. Mos lini orare me erën. Nuk është intervista për mua, është për ju të thyrë. Jo, se është bërë shumë korrekte. Vjen para Ama lor Para për një me. qik. Era. Ama nëse më vdiqëm. Nëse do t'i vije një emër artistik, çfarë emri do t'i vije Aurelit? Wow. Artistik. Artistik, ose ndonjë pseudonim që ti... Ja kam vënë unë atë shumë emra. Na thuaj një, apo mos ta themi në... Unë jam boa, Jo, lere këto, se kjo është midis nesh. Unë jam boa. Tani e morëm vesh. Boa, që është kjo boa, na thoni dhe ne. Gjarë për boa. Si do të rim të qërojmë. Nëse është një shaka midis në të dyve, unë do t'ja vija emrin Aurel Qëllimi. Ma ka vënë që në 2014, që në prezantimin e parë ma ka vënë që dhe biles në celulare vinte qëllimi. Po me kalimin e viteve, duke njohur shumë njëri tjetrin, i thosha unë përgjigjen pa bërë pyetjen dhe ma buri boa, do me të një bërgjarë për. Dhe unë ja bura Anakonda, sepse dhe kjo e dija përgjigjen pa bërë pyetjen. Cila është gafa më e madhe që ka bërë Angela në publik? Po s'mu të quajnë gafa, sepse... E më nuk që gjëra fani, do me ta. Unë me zipres që ne të bëjmë ato gjërat fani në shoqërinë tonë. Dhe unë jam dhe nga ata që e ngacmoj për të bërë gjërat fani. Po e di pra, ne po të ngacmoj... Në skenë, apo sa... Në publik, në publik mund t'jetë në skenë, mund t'jetë në rrugë, mund t'jetë në makinë, nuk ka rëndësi. Mendoj, nuk e di sepse nuk i quaj gafa ato momente aq të bukura. Në fakt i filmon edhe i Ka dokument aty, ti janë Do më thënë, kam aq shumë momente të bukura, sa i kam thënë në qoftë se do jemi gjallë, se jeta është e çuditshme, do t'ja bëni një moment të caktuar të Do një kam thonë kur të vdesësh, do marrë telefonin të. Në një moment të Pa kalon caktuar. kodin më, e di kodin paktën. Ja zbërgjoj kodin, mos ki më rënë. Në një moment caktuar do t'ja bëj surprizë, do t'i Në një tregoj gjë me djalin momentet. do këtë banoj ditëlindjesh.
Po mirë, nëse do ishte një personazh filmi, ose filmi vizatimor, ose filmi shqiptar, ose të huaj, kush do ishte? Gjeri. Shohin çikma? Ai që po qesh. Po Gjeri është. Ku ta se do thoshte po pa spinaq. Gjeri. Kujtua Gjeri tani. Okej, nëse Angela do fiton të tarin, mendon se do t'jepte një lek? Po. Sa do t'jepte? 30%. 30, jo 50. Po, 30. Po me më se ka dhe shpenzime ajo tash. Kam vënë provë për këtë gjë, dhe ka qenë gati të më jepte 30%. Sepse ka fituar llotarinë dhe bërë në provë ti. Jo, kam vënë provë, kemi qenë në për ambiente të përbashkëta ku ka patur mundësi të fitoj shumë lek dhe më ka thënë nëse do të ndodhi kjo gjë 30% do të japit. Ti ka thënë? Dhe ka thënë do të Blerina, bines ka thënë jepni dhe mua 5%. Nuk po të pyes për këtë histori. Angela, ti ke shumë këngë, që normalisht aty përshkruan dhe karaktere të ndryshme, dashuria, ndarja. Se do zgjidhje një nga këngët e tua në Tiranë për Aurelin? Po, me thënë vërtetë kur ka kënduar për herë të parë, kanë thënë se këndova unë këtë këngë se s'ma dha mua. Po, është një këngë që dhe në përshtatet pak, për shoqërinë tonë, për daljet. Po, po thuaj se gjithë jeta jone mbledhur në atë tekst aq të shkurtër, dhe kur ka dalë ajo këngë për herë të parë, kanë thënë që një këngë e tillë mungon zërit tim apo ndjesisë time shpirtërore. Unë kam dhënë të drejtën ta bëj cover. Dhe po pata fatin ta këndoj dhe e këndova. Kamera. Në një situatë enigmatike, cili nga ju të dy do të ruante qetësinë dhe cili do të fitojë të bërtasin? Historikisht e ruaj unë qetësinë. Jam ai stabilizatori mendoj i marrëdhënieve në përgjithësi. Nga 1-5-a. Sa i mirë është? 5. 5? E mbajtë me atër? Jo. Aureli, nga ju të dy kush është më i fortë? Si karakter? Si karakter, pra. Gjithë se cili në këndvështrimin e vetë, kjo është shumë e fortë në këndvështrimin e saj, unë jam shumë i fortë në këndvështrimin tim. Po mendoj duke qenë njerëzor, më i fortë quhet ai që di të fali. Kështu që të dy ne falim njëri. Në më jemi të dy të fortë. Jemi të dy të fortë në llojin tonë, në këndvështrimet të veçanta. Po mirë, se unë vi gjithmonë si spektatore, ose aty mbas skene që ju shoh. A ju ngele hatre me njëri tjetrin me ato votimet, me ato jurirat, Jo, me s'ka ato? ndodhur kur. Fare, a? Jo, miris në të dy asnjëherë. Biles kemi Madje orientuar. unë kam qenë në juri në festivalit Kënga Magjie këtë vit dhe ka qenë i vetmi që ka ardhur më ka thënë, më jep 0 pikë. Ua pse unë kërkova pika? Jo. Ti nuk më kërkove pikë, por ky erdhi më tha më jep 0. Më thënë më hoqi komplet nga përgjegjësia. Ja, hoqi ato Po një barë. këngë që është e mirë, duhet vlerësuar. Nuk ka rëndësi kush është, a është shoku apo është Dua të them që më hoqi Armiku, komplet nga apo jo? përgjegjësia që unë mund të kisha si shokun tim për ta votuar pak më shumë. e qartë? Më hoqi si përgjegjësi duke e ditur stresin që unë përjetoj në përgjithësi. Megjithatë unë sigurisht që nuk i dash 0, i dash shumë më shumë. Po kishte këngë shumë bukur Aureli këtë vit. Ka gjëra, të thash dhe njërë, është me bukur njerëzorja se sa ato momentet e punës që ka njeriu në jetë. Duhet të Dhe- zhvishemi nga dhe ato ne mendimet e Ne punës. kemi zhveshur Atërbetjet. kemi zhveshur njëri tjetrin nga ana artistike. Unë nuk e shikoj dot të dyja, si artiste. Unë kënaqem dhe i vlerësoj sepse kam patur fatin që unë të këndoj në muzikën live me dy emrat kaq të fortë në tregun shqiptar. Dhe unë këtë e quaj prioritet për sa i përket karrierës, po nuk e shikoj dot artiste në marrëdhënie me njëri tjetrin. Ne jemi ata shokë që dalin, prandaj po them termi miqësi është ajo që ndjehemi për njëri tjetrin. Ne kemi parë njëri tjetrin me sy me lot, ne kemi parë njëri tjetrin të buzëqeshur, ne kemi parë njëri tjetrin të veshur natyrë shumë sa më thjesht. Dhe gjë më e bukur që kemi ne, sepse nuk po e përjashtoj asnjëherë, është ajo që Angela është një kritike shumë, Biles është me shumë autoritet në ndikimin e kritikës, në momentin e parë ty mbase s'të duket aq bindëse, po kur kalojnë vitet e kupton që Angela kishte shumë të drejtë që ky material nuk ishte për vokalin tim. Domethënë ne orientojmë njëri tjetrin shumë mirë. Sikundër kemi edhe defekte që mbase unë këtu mendoj që defekti jonë im atë është që cili është defekti im? Kemi. Ha? Çfarë defekt kemi? Po mendoj që kemi dhe nga një defekt, kemi se na marrin në sysh. Defekt. Unë nuk mund ta quaj defekt për shembull faktin që ti jep shumë mundësi një njeriu. Po. Se shumë njerëz thonë se kjo budallaqe, fal një herë, fal dy herë, fal tre herë, po flas për lidhje personale dhe sentimentale. Po, se mos keq për kuptohet. gjithësi, edhe për Shoqërore. kolegë, edhe për punë, edhe për shoqërinë dhe për çdo gjë. Unë mendoj që është një pjesë e fortë e karakterit tim, fakti që unë e fal dhe i jap mundësira të tjera njerëzve,
pa më ndikuar plotësisht në atë humorin tim. Ka si dhe Angela sende. Po i pas ka më teknologjike. Unë më kam sjell mbizulykun që Aureli më ka bërë dhurat në ditëlindjen time të parë që kemi festuar bashkë. Që nga shumë i bukur. E pas ke ruajtur goxha mirë. Me gjithë vëfa, për një bura sot prap, e kam ruajtur shumë mirë, sepse unë nuk para mbaj bizuteri, prandaj duket ka qiri. Po mirë, domethënë e ke ruajtur më shumë për një kujtim simbolik apo se ti nuk i përdor. Edhe unë e kam ruajtur parfumin e parë që më ka bërë Angela, nuk e solla në emision. Orën e kam sjell sepse është një koha dhe përpikmëria është një vetim që më përfaqëson në gjithë jetën time. E ke Angela, nuk vonohesh. Kur? Je kështu. Përkundrezi shkoj edhe shumë më përpara dhe në përgjithësi më acarojnë dhe më shqetësojnë shumë njerëzit që më Duhet të lë takime vetëm me Angelën atëherë. Kalofsh i bukur. Sepse orarin dhe unë kam problem të madh. Jo, dëgjoj, koha ime është shumë e çmuar. Unë nuk kam se të pres ty as 5 minuta, as 10 minuta më shumë se sa aq sa dua unë të të pres. Ne kemi lënë orën 7, në orën 7 dhe jesh aty, ndryshe 7:05 nuk jam më. Më përpara unë prisja dhe kjo që më bezdisja është masë. Era është duke fol me personazhin, ëh, që ta dish, është duke fol me personazhin që lidhet me ty. Përveç se shkoj edhe çerekore përpara, që nuk është faji i atij që më bëre, që kam takimin. Do të rrita presë edhe gjysmore mbrapa dhe përpikmëria dhe korrektesa në Shqipëri mungojnë shumë. Vonohet Aureli? Kur? Nuk vonohet. Prandaj është dhe bashkëpunëtori im. Ashtu, ëh. A ta bëjmë këtë telefonatën? Do ta bësh. Për kësh. Po para se ta bësh, a mund t'i bëj vetëm një pyetje të vogël? Po. Beson ti në shoqëri të gjatë që në vogëlit? Po, unë kam akoma shoqet e mia të fëmijërisë, kështu që besoj plotësisht. Kam shoqe që i kam nga 20 e ca vite, që pavarësisht se nuk shihemi shumë shpesh kur flasim në telefon, është e di që i ke aty. Kam gjithë shoqërinë time, gjithë gocat dhe çuna që kam pas në Greqi, kam akoma shok dhe flasim sistematikisht. Kështu që besoj në shoqëri afatgjatë sigurisht po. Ku ke marrë mira? Nuk e di do të shkoj në mendje. Jo, nuk më shkon. Aureli, hajde ndrejmë çik vendet. Asa s'po e shikoj. Prit një sekond. Se nuk dua. Shikoj tashmë. Hello? Ua, Jani. Oh! Gjoni! Mirëbrem, që si Mirëbrem me Gjoni gënjeshtar, mashtrus. Angela. You didn't tell me before that you... No, it was a surprise. Një minut, se Flasim shqip. Jani ti di shqip. Se na dëgjon edhe audiencë që di Speaking anglisht. Albanian. Po na fol një çik shqip Jani di se... shumë pak shqip, di 7 fjalë në memorim. Okay. Should I speak in Albanian about Angela? Yes, please. Okay. About Angela, eh? Yes, Jani. Okay, Angela është një këngëtare shumë e mirë. Po këtë e dinë dhe na thuaj në një gjë tjetër. Zeri i saj është shumë i bukur. I bukur është drejt kjo. Se me jep në performancën e saj, me prek vërtet. Sa në filin dhe këta biskati. Ne έχω να πω, ajo është një shoqe shumë e mirë, my best friend. Jani, Jani di shqip sepse Angela e ka mësuar shqip. Do të thënë dhe në kohën kur Angela jetonte në Greqi, Jani mësonte greqisht dhe Angela i mësonte Janit shqip, kështu që është një dashamirës i Shqipërisë edhe vjen shumë shpesh në Tiranë. Është shumë më të mirë, më të ngushtë, është mësues. Kështu që prandaj dhe unë mësoj greqishtën shumë shpejt, sepse bëja shoqëri të ngushtë me një profesor. Por që e adhuron Shqipërinë dhe vjen shumë shpesh në Tiranë. Μίλησα καλά για σένα τώρα. Το ξέρω, το κατάλαβα. Γιάννη. Ναι. Πες μου. Αυτό που με εντυπωσίασε πιο πολύ στην Άντζελα, θα το πω στα ελληνικά. Πες το στα ελληνικά και μεταφράζουμε εμείς. Αυτό που με εντυπωσίασε πιο πολύ στην Άντζελα και συνεχίζει να με εντυπωσιάζει όταν την πρωτοάκουσα. Shumë përshtypje tek Angela dhe vazhdon të më bëj përshtypje. Είναι η φωνή της. Έχει μια εξαιρετική φωνή, όπως επίσης και μια δυνατή σκηνική παρουσία. Είναι έξυπνη,
και είμαι πολύ προστατευτική. Αν και μερικές φορές μπορεί να γίνει υπερπροστατευτική. Nga njerët e kalon me mbrojtjen që do të thosh njerëzve. Ta mas pis ta trija πράγματα που συζήτησα. 3 sende. Okay. Angela. Yes, Jani. You have to remember now. Të kujtohesh, 3 gjëra. From what? Okay. Ha. Nise, ένα λεπτό Γιάννη. Με këto 3 sende që do t'japi Jani, ti do krijosh një histori ose do kujtosh një histori. Kjo emisioni që ka shumë i komplikuar me zonjë. Duhet I shkurtër. Historia duhet e shkurtër. Pritise. Ela Ela Jani, pes. Tuaj. Okay. Κόκκινο αυτοκίνητο. Makine kuqe, Rën bomba. një shoqëri e mirë Νύχτα στην πόλη. dhe një natë në qytet, Tesaloniki. Jani, kemi qenë një para poli. Do të po dhu Jani tore, εντάξει. Faleminderit shumë Jani. Filja, isis. Natën e mirë. Nga Σαλονίκου, Μυρουπάψιμ, Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. I ndroni një çik vende tjera? With you guys. Do vish herës tjetër. Patjetër. Gjas. Bye. Ne kemi qenë në Athinë një natë. Ja, të Dida Aureli edhe na Edhe thuaj. kemi qenë, më thënë, hoteli Nuk jonë gjeni ka taksi qenë. në fakt. Hoteli jonë ka qenë këtu, jo. Dhe bari që do shkonim ka qenë atje. Po duhet kaloje rrugën. Dhe na merr një miku ynë, një shoku jonë, që ishte atëherë në ushtri, i përhershëm në Athinë, dhe thotë prisni aty se do t'ju marrë dhe makinë. Dhe vjen na merr me një Ferrari të kuq, 2 vend, dhe hipim të 2 me Janin tek vendi i pasagjerit, prandaj ka makinën e kuqe. Dhe duhet i binim rreth e përqark dhe duke shkuar te ky vendi që ishte nga këtu atje, na kapi policia. S'vajtëm as gjikundi. Po sa i përmend shpesh. Po drejt vendet. Mund të mbaj aty të makina, po ti mbajo mua, se mbaj mat. Apo ishe mbrapa, ti ke qenë mbrapa. Afroje që. Kam pak qetësi tash ti Aurel, sepse është një telefonat shumë interesante. Ta marri vesh, sa unë kam plot. Abonenti që keni telefonuar është i zënë në një telefonat. Na e mbylli. Ju lutemi. Ti shkruajmë ndërkohë, ti themi që Jam jemi unë. live, jam unë, jemi live. Ose Sa Ma mirë televizor diçka ka ndodhur. Sa mirë Mos dhe. mos na e ka ndruar planin? Abonenti? Po ti jetë artiste, do je duke ta kënduar. marrë një herë. Ë? Mere. Se është e djelë sot dasë. Mund t'jetë dhe kjo? Që ka artista, Mojzi. Alo, përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, si jeni? Ua birim. Kësh birim. Kësh shumë bimi ngushto. Shpirti babit. Besoj se po kaloni shumë bukur, ëh? Surprizë si gjithmonë. Po ne në shtëpi të kishim ty të snafe. Shpi më kishe, po ja, po çfarë bëj? Prandaj u kuptov. Unë fjalë shpejt të them dhe unë. Jo, e kuptove me Angelën me sy ty se sot na erdhi Jo, Angela s'ka në thënë shtëpi. gjë fare. Po është të parë. Dashurin ta kam shprehur, rrafet më të mira i ti kam thënë, do t'i them dhe live dhe me që jemi në ekran tash. Baba shembullor, shok i mirë se është e rrallë të gjesh babajin ta kesh shok. Do doja shumë të kisha vullnetin tënd dhe gjithë vrullin, gjithë mundin, gjitha domethënë mirat që ke ti, se nuk jam dhe pa fjalë, domethënë se nuk di fjalët. Po, kështu do me thënë, dhe dua, pa fund, dhe shpresoj të bëhem sa gjysma jote. Ua, shpirti babit. E, po ta ka mënera që të me emocionoj se e di pikë në Na dogë. emocionojnë ne. Po ndonjë gjë të keqe nuk ka ky babi jot? Gjithë keqe? Po, tash unë do ja them gjitha. Po ti Po do ta thuash një gjë, po një gjë të vogël, një gjë të Dëgjoj, vogël. të keqen babi që ta marrin vesh të gjithë, po për Xhixhin dhe për Erën çfarë do thuash? Gjizën e prejë shoqet e ngushta të babait, ti motrat e babait. Si i kemi kështu, si hallat. Allah brune, Allah bjonde. Po të kritikon shumë babi më, të bën shumë vretje. Më kritikon sa të duash. Si që bën Angela me ne bëj dhe unë. E shaj kote janë pa karakter në martënje, do më të në... Shumë, e sa vetë, është pa karakter fare. Ashtu, a? Sa të shanë të do direkt.
Ato 3 sende do na i thuash? Atë 3 sendet. Telefoni, ora, makina. Të falenderojmë shumë, ishe shumë i mirë. Të përfort. Dhe duket nga energjia që i ngjan babait. Papa, ai është yll maj. Gjithë të mirat. I ngjan dhe mamit. Natën e mirë, natën. Tani Reli me thënë të drejtën, Ndrohemi prapë. në këtë mision na ndihmojnë çike dhe Elda. Ti, patjetër ti. Po, kush është Elda? Po edhe për audiencë. Elda është një bashkëshortja e mrekullueshme që ka Aureli. Më mirë. Mendoj që Aureli është një burr me shumë fat. Elda është thjesht një grua e mrekullueshme që ka shumë më shumë vlera se shumë gra të tjera. Pse? Sepse është Unë i Tjellës Angel. Unë nuk e shikoj kështu, Jo, nuk e shikoj Jo, se kështu. në përgjithësi gratë janë posesive me burrat që rrin me femra. Që një grua e mrekullueshme. Se nëse Jo, ka po, shëntuar, si- kupton, mund të ketë një gjë jo. xhelozie. Thjesht, jo, nuk e kisha fare në të prizën. Thjesht ajo si grua, si që të ka dhënë ty lirinë që të jesh artistikisht, ky që je, sepse patjetër që burri duhet të shkojë të punojë të gjitha këto, por përtej kësaj, ajo ti nuk mund të ishe ky që je sot nëse nuk ke një bashkëshorte në krah që të mbështet dhe thot ti vazhdo dhe bëj atë që duhet të Sami ka bësh. filluar të flasin Dhe- këto për martesën Shmeja e një tij. sukseshin ka një grua shumë të Dëgjoj, gjallë. unë- Elda është ajo që patjetër Aureli ka dalë dhe ka sjell të ardhurat në shtëpi, por pa Eldën, një grua që ka rritur fëmin dhe ka mbajtur në shpalla që gjithë shtëpinë, patjetër që nuk do ishte ky që është sot. Mos ja mohoj. Dëgjoj, nuk e shikoj fare kështu, unë shikoj që mbase kjo gjë e brendshme e imja, dha atë gjendjen e brendshme Eldës. Do të thotë që ne depërtuam ke njëri tjetri emocionalisht dhe ne nuk patëm strategji marrëdhënieje, sepse unë dhe në marrëdhëniet shoqërore nuk kam strategji. Elda e di shumë mirë që unë ata njerëz që kam zgjedhur të kem në jetën time si mik, shok, që nuk i shikoj as si mik, si shok, i shikoj më afër. S'ka pra ne po them termi miqësi për mua shumë i madh. Unë nuk mund ta shikoj Anxhelën shoqe apo Erën shoqe, Anxhelën kolege apo Erën kolege. Unë jetoj, dhe unë jetoj çdo ditë dhe ju them gjithmonë, ju them çajta jetoj më bukur sepse ana monetare ka një vlerë të caktuar që në një moshë të caktuar nuk ka vlerë, sepse unë sado të jemi pasur 60 vjeç nuk kam energjinë dhe fuqinë e moshës. Edhe fluturon jeta shumë shpejt. Patjetër. Dhe prandaj unë kam qenë me fat, ne kemi qenë me fat që kemi rastisur në këtë jetë me njëri tjetrin. Elda ka qenë me fat që është vetuar nga ne dhe ka marrë adrenalin dhe na ka dhënë. Elda që është vetuar nga ne. Jo, ka qenë me fat që ka patur një partner me një shoqëri shumë të mirë. Ta shoh Elda këtë emision na thirr që të vi për Me sot. shoqëri shumë të mirë të vetes dhe është pjesë e jona. Dhe në mos prezencë është pjesë e jona. Jeni të gjithë shok. Kur i dëgjon Eldën duke folur me këto ti thua është Elda shoqe këtyra pa orë. Jeni të gjithë Kështu që shokë, jemi ka secili Po vlerën. pra po, ajo që po mundoheshim ne të thoshim është që rëndot në shoqërinë shqiptare. Gratë dhe burrat janë pak më konservatorë me njëri tjetrin. Nuk e pranove? Dhe më posesiv. Por unë nuk kam, po dëgjoj, unë Prit një sekond, jo në rastin tonë, as në rastin tim nuk ndodh kjo, përkundrazi, partneri im është komplet Elda. Qartë. Domethënë se edhe njeriu duhet të di se çfarë partneri i përshtatet, është shumë e vështirë me gjetje partneri që të jetojë me një Që të artist. kuptoj dhe të të pranoj ashtu siç je. Kështu që për gjithë partnerët e artistëve, një përgëzim shumë të madh që janë këta njerëz që janë dhe din të menaxhojnë artistët, se artistët janë goxha tipa të vështirë. Patjetër. Megjithëse Elda është artiste vet, kështu që Kush ishin tre sende? Si mbajta mend. flas për ngjarjen që tregovi Neo, telefoni, ora dhe makina. Duke më shpërqendruar që shiko telefonin një ditë Neo se vajti ora për të vajtur këtu, dhe unë gërbishta te parkingu i pallatit tim makinën. Ky është një fenomen dhe makina ngeli e gërbishtur që atë ditë. Është një ngjarje që ka ndodhur shumë vite para. Reli të të bëj një pyetje sa i realizuar dhe i lumtur ndjesh sot për gjithë rrugtimin tënd, jo vetëm artistik, po edhe personal. Unë mendoj që unë kam qenë i bekuar që vi nga dy prindër të mrekullueshëm. Sepse unë lirin dhe mentalitetin e kam marrë në familjen time. Jetoja në qytetin e Korçës dhe që në familjen time kam qenë ndryshe nga të tjerët.
do të thotë edhe profesioni, se unë kam filluar që në moshën 4 vjeçare, do të thotë edhe natyra ime emotive që ka ndikuar shumë. Mendoj që një familje e shkëlqyer, dy prindër të mrekullueshëm dhe i bekuar të kem aftësinë të zgjedh miq të mirë të vetes në shkollë, në fakultet, në karrierë. Kjo fjalën në tërësi. Më kanë bërë që unë të ndjem një Aurel shumë i realizuar, sepse tash dhe njerë, koha shumë e gjatë për të jetuar vetëm. Mua më duket dita shumë e gjatë kur s'kam njerëz. Kjo që the shumë e bukur. Dhe ata njerëz që unë sot si kam pranë vetes që janë prindrit e mi, që janë pjesë e çdo kujtimi të bukur apo të hidhur të jetës sime, më mungojnë shumë. Dhe unë kam fatin që e kam gjetur këtë lloj dashurie tek njerëzit që më rrethojnë, që është Elda, Neo, jeni juve, që ju e dini shumë mirë që unë jam ky që jam. Dhe prandaj mundohem që t'ju ndodhem njerëzve në ditët më të vështira, se te ditët e bukura, toni s'doni dash do t'i kalojmë prapë. Kështu që prandaj po them unë quhem i realizuar. Dhe jam shumë i lumtur që dhe karrierën e realizova mbasi viteve të adoleshencës. Unë mora këtë emrin artistik dhe jam sot më afër audiencës shqiptare apo audiencës shqiptare në mbar botën. Dhe kjo është një realizim shumë i madh. Po tash dhe njerë jo i vetëm. Unë nuk mund ta dedikoj vetëm vetes, kam përfituar shumë nga mbështetja shoqërore, kam përfituar shumë dhe nga mbështetja emocionale që kemi marrë. Sepse dihet që një këngë shumë e shtrenjtë. Dhe mua më është bërë kënga falas nga mikja ime. Unë di që tregu sot të shumë i shtrenjtë. Ose momente të vështira. Për shembull, erës nuk e haroj dot që ditën kur kam përcjell nënën time, era ka qenë afër meje. Domethënë janë ca kujtime që lidhen me jetën time dhe vlerësoj atë që unë jam i vlefshëm tek njerëzit që dua. Sepse në fundit unë disa dua, nuk disa më duan. Unë ju dua. Edhe ne do duam shumë. Po ti si ndihesh, sepse ishte mbret, ishte kënga që ti ishe në bumin tënd. Po. Ike, u zhduke. Rikthehesh, je në kulmin tënd, këngë të bukura, duete të bukura. Ku je ti sot? Si e sheh veten? Unë sot e shoh veten si një grua 39 vjeçe, jo më si një vajzë 20 vjeçe. Sa pëlqeu që e the moshën, se nuk para thon. Më pëlqeu vërtet. Nuk ka asnjë problem që thuash moshën, sepse gjithë njerëzit do plaket, nuk ndalon kohë për asnjëri. Dhe sigurisht që kanë ndryshuar shumë prioritetet dhe dëshirat e mia. Në vitin 2004, kur ka dalë kënga Ishte mbret, unë isha një vajzë që isha akoma me ëndra edhe me tjetër perceptim për botën, ndërsa tani jam një grua 39 vjeçe që e kam njohur botën dhe di shumë mirë se çfarë dua. Ku shef ti veten 65 vjeç? Si e mendon? Se njeriu ka një plan. Nuk më pëlqen të planifikoj kaq shumë të ardhmen, por vetëm gjë që do doja të kisha 65 vjeç do ishte shëndeti. Po të shoh mund të rinim pa fund të flisnim, sepse ka të dy kanë aq shumë gjëra për të thënë për miqësinë, po edhe për njëri tjetrin që s'na i thanë sot, po s'ka problem, dhe ju marrim veç në një puntat tjetër. E rëndësishme është që mbas kësaj interviste, shapkat erdhën, paka do hiqen dhe do shohim kush ata do dalin nga këtu me sy të nxirr. Faleminderit shumë kënaqësi, u kënaqem. Ishte kënaqësi edhe për ne. Edhe jep një mesazh shumë të mirë për shoqërinë, sepse vërtet njerëzit kanë nevojë për energji të mirë, për njerëz të mirë, se siç e tha dhe Aureli, vetmia nuk është e mirë. Në vërtet, në disa raste unë mendoj që njeriu ka shumë nevojë të ndërtëri dhe vetëm. Po të merr ti për Aurelin, e merr telefon. Më merr shumë, po të lë radha Aureli. Unë do doja. Se Aureli ka një tip që do njerëz gjithkohë, son për shembull duhet të ri dhe 3-4 ditë vetën një javë. Më thënë, varet se si e shef. Po mi tani që po sta fillojmë intervistën prapë, nuk bësh merak ti po s'more ai 2-3 ditë. Jo, në telefon flasur si e mirë të pashë. Kjo unë do doja shumë që të sillni tek audienca që ju ndjek juve, njerëz të vërtet. Dhe është kënaqësi që unë kam deportuar te ata njerëz që më ndjekin, sepse unë kur kam njohur Angela Peristerin kam thënë që uasa ka edhe njerëz që ngjajnë me mua. Kur kam njohur Erën kam thënë uasa ka edhe njerëz që ngjajnë me mua. Dhe e di shumë që ka edhe njerëz të tjerë që ngjajnë me ne atje dhe që duan të jetojnë si ne, pa komplekse. Bëni atë që ndjeni, jo atë që duan të tjerë. Faleminderit shumë, do shihemi javës tjetër Lori. Natën Erën. Natën. All I need is us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have you. All I need is us together. I know that you love me with everything we could be, holding on until forever.
The only one that knows me, only one I wanna see. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars.